kthehet dhe ti e detyruar t'i qëndrosh besnike. Ai burr të do ti, po ti nuk din ta mbash atë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht historinë e radhës. Sot do të ndaloj tek një hall i madh i një vajzës shqiptare e cila nuk di se ku të mbështet duart e saj, ku të mbështet shpirtin e saj dhe ku të mbështet zemrën e saj. Është në një hall shumë të madh, është në një siklet i jashtëzakonshëm. Vjera e saj po bën shumë presione, burri i ndikuar shumë nga nëna dhe babai që thot ti do të rish në atë shtëpi sepse mentaliteti është i këtill. Tani kjo grua po kalon tmerre të ndryshme, po kalon tradhti në sy dhe presione nga vjera e saj kundërdrejt burrit të kësaj zonje për të gjetur një të dashur tjetër. Ajo me lot në sy ka shkruar këtë rrëfim që ju sugjeroj një herë ta dëgjoni dhe më pas të jepni mendimin tuaj në komente se si duhet të vepron kjo zonjë, se ndoshta këshillat e juaja edhe mund t'i ndihmojnë pak. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Faleminderit shumë që ke hapur këtë dritare që në mënyrë anonime ne të tregojmë vështirësitë tona shpirtërore. Vuajtjet tona që në të vërtetë nuk kanë fare fund. Si t'ja nisun kësaj historie? Nga t'ja nis? Nga besimi që kam humbur? Nga vuajtja shpirtërore? Apo vlera e ulët që marrë çdo ditë si një grua? Unë mendova që do të respektohesha si vajzat e tjera. Do t'isha gruaja më e privilegjuar në botë. Burri do të kujdesej për mua ashtu siç unë kujdesem për ta. Por jo, jeta nuk qën ka e tillë. Kujtoj me shumë nostalgji ditët kur u dashuruam, kur u takuam për herë të parë. Ishin ditë që nëse do mundesha të ktheja kohën, i kisha kthyer edhe sot. Ditët më të bukura për mua, ditët që mua më ndriçuan jetën. Burri im bënte aq shumë për mua sa që unë besoja që kjo dashuri fund nuk do të ketë. Ishte një përrallë e bukur, një ëndër që në të vërtetë nuk mbaron kurrë. Por si që duket për mua, kjo ëndër pati një fund të keq. Pasi u martuam, gjërat të ndryshuan. Thashe themet lartë e poshtë. Presionet e familjes së vjerës kundër drejt meje që im shoq kishte marrë në një familje të nivelit pak më të ulët, e bën që burri im të shkon femër në femër. Vjera ime çdo ditë hapte shamata në shtëpi, vetëm që burri të mos të ndjeshte komod dhe të largoheshte nga jeta. Ai sa herë që vinte në shtëpi nga puna, tek ne kishte një problem të nxitur nga vjera dhe kunata. Vjera shpifte lloj-lloj fjale, kunata gjithashtu, dhe im shoq nuk përmbaheshte dot. Më rihte, më godiste dhe ikte me ditë të tëra nga shtëpia. Normal që mendja ime më shkonte aty ku nuk dua ta besoj. Një burr që largohet nga shtëpia me ditë të tëra, ka një vend tjetër ku ai fle dhe pushon. Ishte e tmerrshme ta imagjinoja. Ditët po kalonin, tensionet po rriteshin edhe më shumë, ndërsa mua të gjithë ma thonin që bashkëshorti im kishte vendosur që të më tradhtonte. Sa e dhimbshme që ishte. Shkoja në shtëpitë e babi. Babi më thonte që do durosh. Një ditë ai do të kthehet.
dhe ti e detyruar t'i qëndrosh besnike. Ai burr të do ti, po ti nuk din ta mbash atë. Fillova që të kem mendime të ndryshme. Fillova që të fiksohem në mënyrë të tmerrshme. Pyesja veten shpeshherë çfarë po ndodh me mua. A jam në gjendje të mirë apo kam luajtur nga mendja? Mendoja gjëra interesante, tentoja që të mbetem edhe shtatzën. Vetëm e vetëm që ta rikthej martesën time. Mbeta shtatzën, kalova shtatzanin më të çmendur të mundshme. Nuk kisha asnjë lloj kujdesi nga im shoq. Dhe i thoja vetes që s'ka gjë. Se do të vjen dita kur do të vinë në jetë fëmia dhe gjërat do ndryshojnë. Në jetë erdhi djali jon, gjëja më e bukur që më ka ndodhur. Por historia vazhdoi e njëjtë. Buri vazhdonte të mos kishte interes për mua fare. Nuk më respektonte hiç. Gjithmonë më thonte që ti nuk je klasit tim, nuk je nivelit tim dhe këtë gjën duhet ta bindësh veten. Dhe unë vazhdoja dhe shpresoja si në ditë që vazhdoj sot. Jam akoma në të njëjtin hall. Nuk e besoja dot që vjera ime dhe kunata të kishin kaq ndikim tek im shoq për të vendosur për jetërat dhe për të ardhmen tonë. Nuk e di se si t'ja bëj. Djali po ritet. Familja ime nuk është se më jep një dritë të gjelbërt. Të gjithë më thonë që një ditë do të kthehet, por kur do të jetë ajo ditë? Ajo ditë do të jetë kur unë do të plakem, ndoshta kur nuk do të kem më nevojë për fokusin e tij. Do të kthehet tek unë në momentin kur ai do të mbetet pa tjetrën, apo kur t'i harxoj të gjitha lekët duke i kontribuar tek e dashura dhe jo tek gruaja. Për vjerën time kjo gjë është okej. Burri është burr dhe burri e di shumë bukur çfarë bën, ndërsa gruaja e ka për detyrë të kujdeset për shtëpinë dhe të rritë fëmijë. Mua po më luajnë mend te kokës. Nuk e di se nga t'ja mbaj. Nuk e di se çfarë të bëj. Kam nevojë për ndihmën tuaj dhe dua të marr mendimin tuaj. A mendoni se duhet të marr djalin edhe të largojmë nga kjo shtëpi? Apo të qëndrojmë me shpresën se ndoshta një ditë ai do të kthehet? Unë as nuk e kam tradhtuar, as gjë nuk i kam bërë. Thjesht i kam denjur besnike më shumë se ç'duhet. Burrit tim dhe njëkohësisht familjes së tij. Jam në sikletin më të madh dhe sot më shumë se kur kam nevojë për ndihmën tuaj dhe unë do t'i ndjek të gjitha komente që ju do t'i shkruani. Domethënë besoj të dëgjua rrëfimin, kjo grua ka nevojë për ndihmë. Është në gjendje shumë të rëndë emocionale, po kalon një krizë shumë të madhe në jetën e saj dhe dëshiron që të merr mendimin e të gjithë juve. Për mendimin tim, unë mendoj që këtu e ka në dorë familja për të drejtuar hallin e vajzës së tyre dhe jo ta lënë vajzën në mëshirë të fatit.